Të ndëruar xhamat, të ndëruar vëllezër, jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu. Në kapitullin e radhës ka sjell hadithet e turpit. I ka quajtur kapitulli I turpit, I marrës. Marrja dhe turpi është gjendje shpirtërore, është karakter I brendshëm I insanit dhe I njerëzit, me të cilin karakter ai frenohet dhe ndal vetën për disa veprave që nuk janë të mira. Që kjo marrja, ndryshimi I brendshëm që I vjen, se që kjo s'ban me e ba, se është turp me e ba, se është e lig me e ba, që kjo është turpi. E Allahu subhanahu wa taala e don turpin, e don muslimanin me kani marrëli, me kani turpshëm. Andaj ka sjell një varg hadithesh. Për gjërave që I ka sjell, ka thënë kështu pejgamberi jon alayhi salatu wassalam: çdo pejgamber I ka thënë popullit vet një fjalë, po ja u tham edhe unë juve. Para më të ndëruar xhamat, sikur njerëzit a e keni pa kur gjejnë gjëra të vjetra, thotë kjo I ka 1000 vjet, kjo I ka 1500 vjet, dhe I çmojnë ato dhe I ruajnë ato. Sikur që ata I ruajnë në për muzeja të ndryshme, me ligje, me sigurime të larta, gjëra të cilat janë fizike, po thotë kjo I ka 2000 vjet. Kështu muslimanët I kanë ruajt hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Shiko Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka thënë. Unë po ju kallzoj këtë pejgamber që ju kanë thënë popull vet. Çdo pejgamber pite Ademi alayhi salatu wassalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, këtë ja kanë thënë çka llaf, çka këtë fjalë kanë thënë çdo kush popullit vet. Çka I ka thënë? Ka thënë: "Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta." Nëse nuk të vjen marrë, nëse nuk turprohesh, çka dush ban? Çka dush ban dhe I shpjegum ç'i bie kjo. Kjo I be e para se pa turp s'ka mundësi me lexu mesazhin. S'ka mundësi me lexu halal haram. S'ka mundësi ti me e një çka të fol. E dyta, cila është se kjo është alarm. Kjo është e kundërta e asaj çka thuhet. Pra, fasna' ma shi'ta, kjo është që ti të largohesh prej tij, por ndryshe ai ka mu përgjigj për ata. Po ti ki hek dur, ki ngredhu, ki ndrejçet mo, ç'a dojnë të bëje. Kjo çka dojnë të bëje është se ki ka mu përgjigj për ata. Edhe e treta, çfarë është? Sa jo I ndëshkuam. I ndëshkuam. Se fakti që s'ka frena, nëse ti e sheh një vetur pa frena, e ka marrë njëri kanë kallzu, mos s'ka frena. Mos s'ka frena. Jo se unë edhe pa frena dije. A pa frena di apo? Edhe u ka shlu për një përpjekje edhe po shlohet. Nëse na këtë bashkë thojna, çiki ka mu përplas. Ai na të përplas na, ka mu përplas vet. Ja ka mu përplas vet. Se I kanë kallzu se s'ka frena dhe e ka morë prap. Por këtë arsye, ai çka s'ka turp, çka kanë thonë këtë pejgamber? Po çka dush ban? Ti ki mu përplas. Patjetër e ki mu përplas se s'ki frena. Turpi o frena e njerit, e nal, frenon. Por këtë arsye të ndëruar xhamat, shoqëria, njeri, insan, individi, s'ka mundësi me rujt diçka të mirë pa marrë. A mund ta paramenoni njerin hiç s'ka marrë? Hiç kur gjasi vjen marrë. Sa I rrezikshëm më morr me ta ti. Sa I rrezikshëm me pas ti punë me ta. Hiç si vjen marrë. Ti vedh parët, çka doje të ban? Se si vjen marrë për kurrë. A mund e ban dost? A mund e ban dost? Do të jona hadithin e radhës që e ka sjellë Imam Buhariu. Nga Aisha dhe nga Uthmani radhiyallahu anhuma. Uthmani është shoku I tretë I pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, thot një ditë për ditëve pejgamberi ishte I shtrim te dhoma e vet. Por ishte shtri duke pushue, edhe pet ku I ti kishte kalu pak një pjesë e gunit I gjunjve ishte zbulue. O kanë të pushu shpit vet. Thot edhe ardh Ebu Bekri baba jem, edhe lipi izën, kam diçka me fol me pejgamberin për punët e tina. Thot tha pejgamberi në tije. Thot Aisha, nuk lëvizi për veni, çështo I shtrim, pak kam ti kishin dal gjuni. Tha, foli me pejgamberin selam, Ebu Bekri, shkoi Ebu Bekri. Pas një kohë erdhi Omeri. Edhe kërkoi leja, ka mundësi me hite I dërguari Allahut alayhi salam? Tha po. Në tije tha Omeri. Erdhi Omeri, nuk lëvizi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe e kryti punët e vet, shkoi. Mas një kohë erdhi Uthmani radhiyallahu an. Dhe Uthmani vetë ka kallzu këtë hadith, edhe Aisha ka kallzu se tutje ka prezant në ngjarje. Kur ka ardhur Uthmani, pejgamberi sa Uthmanin e ka përshkruaj si njeri më të turpshëm këtij umeti. Çfarë ka thënë? Thot kur erdhi Uthmani, edhe e niti, a ka mundësi me vol me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kam një punë? Atëherë pejgamberi sa u quë pi si që shkeshtrim,
i shploj, e shloj kamën të petkun e vet, i mloj gjujt, edhe i tha Aishës, mledhu, largoju, mledhu. Edhe ardhë Uthmani, kryri putën e vet, shkoj. Aishës i interesoj se Ebu Bekri dhe Omeri realisht janë ma autoritet se sa Uthmani. Mirë po, Zoti si cilin e ka falë me një karakter i cili ato këtë janë marrë li, ama Uthmani me marrë këtë jo ka kaluë. Qysh, i thash, ja Rasulullah, Aisha, ja Rasulullah, erdh Ebu Bekri, his lëvize, e so se punën qështu i shtrim. Erdh Omeri, e shtro se punën qështu i shtrim. Kur erdh Uthmani, thave, unë ngritë edhe më thave, mbledhur, se Uthmani ato ardh. Pse e vane këta për Uthmanin? A i dëgjone përgjigjen të ndëruar xhamat. Tha, o Aisha, Uthmani a njeri i marru shumë. Ka shumë marrë i ven, shumë turp. E unë e këpa të Afrikë, sa i me mpa mu qashtu, a i zven me lip atë punën shka ka arë me lip. Pi marrës madhe. Ka thonë, o Aisha, po me laqeve ju vjen marrë pi Uthmanit. Me laqet e Zotit kër e shojnë Uthmanit ju vjen marrë. Se marrë ka i turp shpi për cjell turp. Ka thonë, asë të më stën vene mu marrë, kur me laqet i vjen marrë pi këtë në. Shikone të dërguarin Allahut alayhi salatu wassalam, nga turpi Uthmanit, çfarë tha? Mbledhu. Jo me sa ato tjerë, fundi pak gjuhi u ka pa, jo diçka, pak gjuhi. Dhe sot njerëzit del shorca, thotë, ai s'ka problem. Po më mos as vën marrë ba. A nuk të vën marrë, dvetot a banë xho mu fal çështu. Po ja, apo do të sullak mu fal. Apo do të sullak mu fal me ta gjet në një fetva. Kjo febo, kjo ndera para Zotit të dal. Ebu Bekr Siddiku kur ka bë tush, kur ka morë gusull, si ka ek tesh atë hiç. Si ka ek tesh atë hiç. E ka lënë një pjesë të trupit, pastaj e ka ngrej petkun, e ka lënë pjesën i ka marrë për Rabbul Alaminit, për Zotit Madh te bareke ve teala. Marrja e ka marrë këtë fe, turbi e ka marrë këtë shoqëri. Po këta syet të ndëruar xhamat, shire Muhamedi alayhi salatu wassalam. O ja që tha mbledhu. Çu pejgamberi se tha ato ardh njëri marrëli oke. Andaj të ndëruar xhamat, nëse dojmë të arrujmë këtë shoqëni, nëse do të më rujt veten tane, familjen tane, evlat të tu, për hap marrë, për hap e turpin, thuj të vene marrë, të vene turp. E jo runa Zot me në ardh gjendja meve, sikur t'i shkon gjallë pejgamberi selam, apo vet fjala e tij alayhi salatu wassalam që ka thënë çdo pejgamberi popullit vet, nëse s'të vën marrë ban çka dush. A kemi mrina në këtë gjendje të ndëruar xhamat që shoqëria jon, adresa e shoqërisë tonë më kanë, si mos t'ju vënë marrë ban çka dush? Do ta shohim me lein Allahu te bareke dhe me hadithet e radhës të cilat na i ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal këtë ditë xumaje, që Allahu na stolizet, na zbukuron me turp. Allahu na bën njerëz të cilët na vjen marrë. Mos pari me na marrë prej Allahut subhanahu wa taala, nga begatitë të shumta që na jep, nga të mirat të shumta që na jep, e çish ja kthejna na Allahu subhanahu wa taala. Na vjen turp që jena musliman. E zot mi bëu do punë, jo për diçka tjetër, jo për diçka vetë se i musliman, zvan me bëu se i musliman. Njerëzit shohin model, njerëzit shohin urnak, andaj le të të vjenë marrë vetë se i musliman. Elusim Zotin e Madh Allahu subhanahu wa taala ta stolis, ta zbukuron, ta mbush shoqërinë tonë, e sidomos të ri dhe të rejat e kësaj shoqërie. Allahu t'ju jep turp, Allahu t'ju jep marrë, t'ju vjen marrë për gjërave të liga. Elusim Allahun subhanahu wa taala në këtë ditë xumaje ku ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, është një çast ku pranohet duaja. Elusim Zotin e Madh që Allahu subhanahu wa taala krejt musliman ana kanë botës Allahu të ndihmon, sidomos vëzhgjet tonë dhe motrat tona dhe plesh dhe ato plaka muslimane, të cilat janë në zor, sidomos në këtë periudhë të dimrit. Allahu t'ju ndihmon, Allahu t'i përkrah, Allahu xhelal xelalusim që Allahu subhanahu wa taala na bën musliman të pranuar te Ai, besimtar të pranuar te Ai. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhelal xelat na mundson të marrim nga libri i Allahut, të mësojmë nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam, të jetësojmë ato në jetët tona.